Mendoj që shpesh keq kuptohet pasioni si intimiteti. Pra, në momentin që ti ke pasion, atëherë ke intimitet. Kur ne mund të shohim raste që ju vërtet mund të keni pasion, por nuk keni afërsi, ju nuk e dini mendimet e njëri tjetrit, ju nuk e dini ndjenjat e plota të njëri tjetrit. Edhe pasioni është patjetër një element shumë i rëndësishëm i një marrëdhënie, një martese. Por nuk ndalet vetëm aty. Shkon përtej pasionit, shkon në sigurinë emocionale që unë jam plotësisht këtu me ty, jam plotësisht i yti dhe ti je plotësisht e imja. Pra është një lloj lidhje unisoni që nuk është që okay, ne tani do mendojmë të njëjtat gjëra, do ndjejmë të njëjtat gjëra, do ndihemi njësoj. Jo, ne do vazhdojmë të jemi dy persona me mendime, ndjenja të ndryshme, por para njëri tjetrit ne jemi tërësisht të zhveshur, pra unë të njoh ty në thellësinë se kush ti je dhe jam vazhdimisht kurioz të njoh ty në thellësinë se kush ti je dhe ti njësoj me mua. Mishe thua me Nedin dhe Joridën.